Në fillim të viteve 30, ndërsa bota përballej me krizë dhe pasiguri, një vend i vogël në Ballkan po ndërtonte në heshtje themelet e modernitetit të tij. Këto dokumente na zbulojnë Shqipërinë e viteve 1932-1933, një komb në transformim të shpejtë, ku franga e arit qëndronte e fortë, rrugët dhe urat shumë fishoheshin, Tirana rritej me ritme marramendse dhe arsimi përqafonte metodat më bashkohore evropiane. Është historia e një vendi që kërkonte të hynte në epokën moderne, duke balancuar ambicien për zhvillim me sfidat e një bote në krizë. Ky vend kishte një nga monedat më të qëndrueshme në Europë, peizazhe që rivalizonin Zvicrën, dhe megjithatë, shumë pak njerëz dinin edhe ku ndodhej në hartë. Imagjinoni një territor ku mund të udhëtoni me avion pa asnjë aksident, ku monedha kombëtare kishte vlerë të barabartë me arin zviceran, dhe ku Alpet ngriheshin madhështore mbi 6000 këmbë mbi nivelin e detit. Kjo nuk është fantazi. Kjo është Shqipëria e vitit 1933. Një vend i vogël që po thyente rekorde zhvillimi, pak para se bota të ndryshonte përgjithmonë. Pak vende në Evropë ofronin pamje dhe përjetime kaq të paprekura. Një pasuri natyrore që rivalizonte destinacionet më të njohura të kontinentit. Statistikat zyrtare të vitit 1932, nga bilancet bankare deri te numri i pemëve të ullirit të mbjella, na tregojnë historinë e një mrekullie ballkanike, që shpesh është lënë në hije nga historia. Në veriun e thepisur, vargmalet e Alpeve shqiptare ngrihen mbi 6000 këmbë, të mbuluara me pyje të lashta ahu, qindra djeçare. Është një tokë ku shqiponja rrethon mbi majat e bardha prej guri gëlqëror, dhe ku heshtja e maleve tërheq ata që kërkojnë bukurinë e egër dhe të paprekur. Në lindje, liqenet e Ohrit dhe të Prespës shfaqin një qetësi mahnitse. Ujrat e tyre pasqyrojnë ngjyrat e qiellit ballkanik, duke rivalizuar me peizazhet zvicerane dhe tiroleze. Por Shqipëria nuk ishte vetëm natyrë. Antik, me pazarin e saj tradicional dhe me kështjellën e Rozafës që ngrihet mbi 3 lumenj, Bunën, Drinin dhe Kirin, mbetet një thesar për studiuesin dhe artistin. Duke zbritur drejt jugut, gjejmë Lezhën, Lisusin e lashtë, aty ku prehet heroi kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, pranë brigjeve të Drinit. Mëtej, Kruja, simboli qendresës shqiptare, dëshmitare e betejave kundër perandorisë osmane, rreh në Tiranë. Në pak vite, nga një qytet e thjeshtë, Tirana po shndrohej në një kryeqytet modern, me rrugë të gjera, me sheshe të rregulluara dhe ndërtesa që nuk ndryshonin nga qytetet perëndimore. Durrëzi, porti kryesor, mbante gjurmët e historisë romake, aty ku dikur u përballën Cezari dhe Pompeu. Ndërsa në vitet 30 po shndrohej në qendër tregtare jetike për vend. Vizita në Shqipëri ishte bërë më lehtë se kurrë. Rrugë të reja po përshkonin territorin. Autobus modern lidhnin qytetet kryesore dhe infrastruktura po ndryshonte rrënjësisht vendin. Që nga viti 1925, qeveria i kushtoi vëmendje të veçantë ndërtimit të rrugëve në një terren ku dikur ishte e vështirë të kalonte edhe një ushtri. Deri në mars të vitit 1933, Shqipëria kishte ndërtuar plot 2674 ura të përhershme, një arritje teknike mbreslënse për kohën. Revolucioni vazhdoi edhe në ajër. Linjat ajrore të kompanisë Adria Aerolloyd lidhnin Tiranën me qytetet e tjera, pa regjistruar asnjë aksident që nga fillimi i operimit. Stabiliteti i këtij zhvillimi mbështetej mbi një sistem monetar të fortë. Sipas ligjit të 12 korrikut 1925, njësia monetare shqiptare, franga e arit, ruhej në paritet të plot me frangën zvicerane. Banka Kombëtare Shqiptare garantonte që kartmonedhat në qarkullim të mbulloheshin plotësisht me rezerva ari dhe aktive të qëndrueshme. Në një kohë kur Evropa përjetonte krizë ekonomike, Shqipëria paraqitej si një ishull stabiliteti financiar. Sipas bilancit të 31 dhjetorit 1932, në qarkullim ishin 13 milion franga ari, të balancuara nga rezerva solide monetare. Ky stabilitet hapi rrugën për zhvillimin e burimeve natyrore.
Nën tokën shqiptare, fshiheshin pasuri të mëdha minerale. Romakët njihnin asfaltin e Vlorës, por kërkimet moderne po zbulonin naftë, bakër, krom dhe ar. Kompani ndërkombëtare si Standard Oil dhe Anglo-Persian Oil Company po shfaqnin interes për investime. Megjithatë, Shqipëria mbetej kryesisht një vend bujqësor. 4/5 e eksporteve përbëheshin nga produkte bujqësore, vaj ulliri, duhan, djath. Prodhimi i misrit dhe grurit po përmirësohej, ndërsa agrumet shqiptare po eksportoheshin në mbi 300.000 copë çdo vit. Edhe arsimi po modernizohej. 578 shkolla fillore funksiononin në të gjithë vendin, ndërsa kopshtet e fëmijëve aplikonin metoda moderne evropiane, si sistemi Frobel dhe Montessori. Shkollat teknike në Tiranë dhe shkollat normale në Elbasan po përgatisnin një brez të ri mësuesish dhe specialistësh. Buxheti i vitit 1933 parashikonte investime të rëndësishme në arsim dhe punë publike. Ishte një vizion për të ardhmen. Por prapa këtij zhvillimi, fshihej edhe një sfidë. Borxhi prej 100 milion frangash ari ndaj Italisë ngrinte pyetje për pavarësinë afatgjatë ekonomike të vendit. Shqipëria e vitit 1933 mbetet një shembull i rrallë i modernizimit të shpejtë, një paradoks zhvillimi, i ndërtuar mbi ambicie të mëdha dhe mbi një ekuilibër delikat financiar. Në prag të stuhive që do të përfshinin Evropën, ky vend i vogël ballkanik po përpiqej të krijonte një identitet modern, një urë mes traditës dhe qytetërimit evropian. Dhe për një moment të shkurtër në histori, duket se ja kishte dalë. Shqipëria e vitit 1933, një kapitull i harruar, por jo i humbur.